Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Amin. Amin. Kjo është shpallje prej të gjithëmëshirshmit Mëshirëplotit. Allahu i lartësuar u tregon besimtarëve, adhuruesve të tij, se ky Kur'an i bukur dhe madhështor është shpallja e tij, që është El Rahman dhe El Rahim, i gjithëmëshirshmi e Mëshirëploti. Mëshira e Allahut ka përfshirë gjithçka. Ndër shenjat më të mëdha të mëshirës së tij është edhe shpallja e Kur'anit madhështor. Ditëria, udhëzimi, drita, shërimi, mëshira dhe mirësitë e këtij libri janë aq të shumta dhe të mrekullueshme, saqë ai meriton të quhet si begatia dhe bekimi më i madh që i është dhuruar botës dhe robërve. Ai është rruga drejt lumturisë në dynja dhe ahiret. Me pas, Allahu i lartësuar e lëvdon këtë libër, duke treguar se ai është shpallur në formë më të plotë dhe më të bukur. Kjo është shpallja prej bamirësit, mëshiruesit. O tefsiru sure Fussilet, ajet 1. Libër, argumentet e të cilit janë të qarta, që është Kurani në gjuhën arabe për popullin që di. Një libër, ajetet e të cilit janë shpjeguar me hollësi, një Kurani në arabisht. Kurani ka shtjelluar dhe sqaruar çdo çështje në mënyrë të plotë. Ajeti tregon se sqarimi i çështjeve të përmendura në këtë libër është i tërësishëm, duke përmendur çdo element të nevojshëm për të treguar vërtetësinë e gjërave. Gjithashtu, Kurani është në arabisht, me një gjuhë të pastër, të qartë të plotë për njerëzit që kuptojnë. Ashtu sikur se janë të qarta fjalët dhe shprehjet e Kuranit, po ashtu janë të qarta dhe kuptimet e përngjira prej tij. Në këtë mënyrë, ata që dinë do të mund të dallojnë vullën e drejtë nga e gabuara ose të vërtetë nga e kota. Ndërsa për ignorantët, ky libër nuk bën dobi, por përkundrazi, u ashton humbjen, devijimin dhe verbërinë. Nga fjala e Zotit përfitojnë të diturit, ndërsa mohuesit e të padrejtit nuk përfitojnë prej saj, sikur se thot i lartësuari në një ajet tjetër, nuk ka dyshim se për ata që mohojnë besimi, është një lloj i paralajmërove apo nuk i paralajmërove, ata nuk besojnë. Allahu ua ka volosur zemrat dhe të dëgjuarit e tyre dhe në shikimet e tyre ka perde. Ata do të kenë dënim të madh. Bekari 6:7. Si arriques dhe paralajmërues, por shumica e tyre janë shmangë prej studimit të tij e nuk duan të dëgjojnë. Që jep si arriqe dhe paralajmërime, por shumica e tyre. Njerëzve i kthejnë shpinën dhe nuk dëgjojnë. Kurani përgëzon ata që e pranojnë dhe zbatojnë atë për shpërblime të shumta në dynja dhe ahiret. Por ai edhe paralajmëron për dënime të dhimbshme në jetën e dynjas dhe në ahiret ata që e shpërfillen dhe nuk e vënë në zbatim. Megjithëse cilësitë e këtij libri bëjnë që ai të pranohet, të respektohet, të besohet dhe të zbatohet lehtësisht, shumica e krijesave i kthejnë shpinën atij me mendjemallsi dhe mospërfillje. Ata nuk e dëgjojnë Kuranin me kuptimin që nuk e pranojnë atë, edhe pse mund ta dëgjojnë me vesh atë, ose dëgjimi i tyre nuk u sjell dobi, madje zë vleftëson çdo lloj justifikimi para Zotit për mos zbatimin e porosive të tij. Por zemrat tona janë të mbuluara, blinduara e nuk kuptojnë atë që na thërret i neve, dhe shetan janë të shuar për atë, e në mes nesh teje ka perde, andaj punu ti në idin tënde, por me të vërtet dhe ne do të punojmë. Ata thonë, zemrat tona janë të mbyllura për të pranuar atë që ti na fton, ve shetan janë shulluar keq. Kundërshtarët dhe armiqtë e së vërtetës, duke treguar shkakun e mospërfitimit prej ajeteve të Kuranit, thonë, zemrat tona janë të mbyllura, të kyçura të vulosura, prandaj ne nuk mund ta kuptojmë dhe pranojnë atë. Ve shetan, thonë ata, janë bllokuar, prandaj nuk mund t'i dëgjojmë porositë e Allahut dhe ndërmjet nesh dhe te ka një perde. Kuptimi, ne nuk mund të shohim. Në këtë mënyrë, ata shfaqin armiqësitë e hapur ndaj profetit Asa dhe shpalljes hynore. Nga ana tjetër, ata shprehin vetë kënaqësinë me gjendjen në të cilën ndodhen, prandaj ti vepro si çdo vet, kurse ne do vazhdojmë me tonën. Kuptimi, ashtu sikur se ti je i kënaqur me veprat dhe përkushtimin në fen tënde, edhe ne jemi të kënaqur me veprat në fen tonë. Ky është treguesi i humbjes së tyre të thellë, të cilën e shohin si lumturi dhe mirësi. Ata e shesin imanin për të blerë kufrin dhe sakrifikojnë ahiretin për të fituar diçka nga kjo dynja. Thuaj, unë, me të vërtet, jam njeri si ju, mua më është shpallur që Zoti juaj është vetëm një Zot, andaj lutjuni atij sinqerisht dhe kërkoni falje prej tij. Mirë për ata që i bëjnë shok atij. Thuaj, unë jam vetë një njeri, sikurse edhe ju. Mua më shpallet se ai që meriton adhurimin tuaj është Allahu një dhe i vetëm. Kuptimi, thuaj o atyre, o profet, se kjo është detyra ime dhe këto janë cilësitë e mia. Unë jam një njeri, ashtu si ju, dhe nuk kam në dorë asnjë çështje. Edhe ndëshkimi, që ju e kërkoni me ngund që t'ju përshpejtohet dhe ta shihni me sy, nuk është në dorën time. E vetmja veçori me të cilën Zoti më ka dalluar mua mbi ju, është shpallja e Kuranit dhe urtësisë, për të cilët më ka urdhëruar që të jetoj sipas tyre dhe t'ju ftoj edhe ju ta bëni një gjë të tillë. Prandaj përqendrohuni në rrugën drejt tij dhe kërkoni falje prej tij. Kuptimi, ndiqni rrugën e qartë dhe të drejtë që ju çon drejt Zotit të lartësuar, duke pohuar dhe besuar çdo lajm që ai kumton dhe duke ruajtur kufijtë e tij,
me zbatimin e urdhave dhe largimin nga ndalesat, në shenjë dëshurje, në shtrimi dhe madhërimi për të. Vetëm kështu mund të quheni të përqendruar në rrugën e drejtë të Zotit. Në ajet thuhet, përqendroni në rrugën drejt tij, që nënkupton pajisje me sinqeritet për Allahun e madhëruar. Pra, shërbëstarët e ahiretit duhet që me punën e tyre të synojnë vetëm kënaqësinë e Allahut të madhëruar. Qëllimi i tyre vetëm të jetë arritja e takimit me Allahun e lartësuar dhe me xhenetin e tij, vendin ku Allahu do t'i begatojë me bujarinë e tij. Në këtë mënyrë, pra, duke punuar sipas shpalljes dhe porositë së Zotit dhe duke kryer këto punë me sinqeritet vetëm për të kënaqur Zotin, veprat e tyre do të jenë të mira, të pranueshme dhe të shpërblyeshme. Në të kundërt, nëse njëri nga këto kushte cënohet, veprat e tyre do të jenë të kota dhe të pavlefshme. Megjithatë, robi patjetër do të cënojë kushtet e qëndrueshmërisë ose duke lënë ndonjë urdhër pa kryer ose duke bërë ndonjë haram. Për këtë arsye, Allahu i lartësuar porosi që këto mangësi të kurohen me kërkim falje dhe pendim të sinqert sa herë që të ndodhin. Pastaj i lartësuari kërcënon ata që largohen nga rruga e drejtë, duke thënë, mirë për ata që adhurojnë zotat e tjerë veç tij, e që nuk e japin zakatin dhe mojnë edhe jetën tjetër. Mirë për ata të cilët adhurojnë idhuj, të cilët nuk kanë në dorë as dëm as dobi, as dekje, as jetë dhe as ringjallje. Ata jo vetëm që nuk e pastrojnë vetveten, por zhyten me thellë në lumin dhe pisullëkun e idhujtarisë e mosbindjes. Ata nuk e pastrojnë veten nëpërmjet të ujit, nuk e pastrojnë veten duke u pajisur me sinqeritet ndaj të vetmit Zot që meriton adhurimet ndaj Allahut të gjithëmshirshëm. Ata nuk falin namaz dhe nuk japin zakatin. Ata nuk tregojnë bamirësi me krijesat, duke i ndihmuar dhe udhëzuar drejt. Përveç këtyre cilësive të ulta, ata nuk besojnë se do të ringjallen dhe as në ekzistencën e xhenetit dhe xhenemit. Për këtë arsye, ata jepen tërësisht pas gjërave që i dëmtojnë dhe që do i dëshpërojnë në ahiret. Pasi foli për mohuesit, Allahu i madhërisht mbijon me besimtarët, duke përshkruar cilësitë e tyre dhe shpërblimin që i pret, të cilët nuk japin zakatin dhe të cilët nuk besojnë në jetën tjetër. U tefsiru sure Fussilet, ajet 6. Me të vërtetë, ata që besojnë dhe bëjnë veprat e mira do të kenë shpërblim të pandërprerë. Nuk ka dyshim se ata që besojnë dhe bëjnë veprat e mira kanë shpërblim të pandërprerë. Ata që besojnë Kur'anin dhe gjithçka që mëson ai, pastaj e vërtetojnë këtë besim me veprat e mira, të sinqerta dhe në përputhje me porositë e Zotit të tyre, përgëzohen me një shpërblim të madh, i cili kur nuk ka për të ndërprerë dhe as për të mbaruar. Ai do të jetë i vazhdueshëm gjatë gjithë kohës, në përjetësi, madje do të shtohet dhe do të zbukurohet gjithsej më shumë me çdo çast që kalon. Në xhenet do të kenë të gjitha llojet të kënaqësive dhe mirësive që ata të shijojnë dhe dëshirojnë. Thuaj o Muhamedi, vallë, a me të vërtetë ju e mohoni atë i cili e ka krijuar tokën në 2 ditë periudha kohore dhe madje i përshkruani atij shok? Ja, ky është Zoti i gjithësisë. Thuaju, a ju jeni ata që nuk i besoni atij, që e krijoi tokën për 2 ditë dhe i shoqëroni atij shok? Pe çudit se ai është Zoti i botëve. Është ai që vuri në tokë male të fuqishme, e bekoi atë. Tokën më të mira dhe brenda 4 ditëve përcaktoi të gjitha kushtet për të jetuar në të. Ky është shpjegimi për ata që pyesin. Kjo është një pyetje që tregon habi, por edhe ndalesë nga krijimit që bëjnë qafirët, të cilët adhurojnë idhuj, duke i përulur e duke i barazuar me Allahun e madhërisëm, mbretëruesin bujar, i cili e krijoi tokën vetëm për 2 ditë, pastaj e sheshoi atë për 2 ditë të tjera, duke vendosur malet si shtylla, të cilët e mbajnë tokën të qëndrueshme nga dridhjet dhe lëvizjet. Krijimi i saj u plotësua me tej, duke nxjerrë bimësinë e çdo gjë tjetër. E gjithë kjo ndodhi në 4 ditë, për ta ditur ata që pyesin rreth krijimit të saj. E kush mund të përgjigjet më mirë se i gjithë dituri i plotposhtetshmi? Ky është një fakt i vërtetë, i cili nuk ka as mangësi dhe as shtesa. Pas krijimit të tokës, Allahu ju drejtua krijimit të qiellit, i cili ishte tym. Pastaj u tha qiellit dhe tokës, dhe krijoi në tokë sipërfaqet të saj male të palëvizshme, e bëriqen në të krijohej shumë pegati dhe u caktoi në të gjithëve furnizimin e tyre, të gjitha këto për 4 ditë periudha kohore. Ky është shpjegimi për të gjithë ata që pyesin. U tefsiru sure Fussilet, ajet 9. Pastaj, vendosi të rregulloi qiellin, e ai ishte në gjendje mregullire, e i tha atij qiellit dhe tokës, dukuni janë të përurë me dashje ose me dhomë. E ata u përgjigje, erdhëm vullnetarisht. Me pas, ai u drejtua qiellit, i cili ishte si tym dhe i tha atij dhe tokës, binduni urdhrit tim me hira me pahir. Ky është një urdhër që duhet të shkojë në vend dhe të ekzekutohet në çdo mënyrë. Të di, qielli dhe toka thanë, po, i bindimi me dëshirë. Kuptimi, ne kursesi nuk mund të dëshirojmë diçka që kundërshton dëshirën dhe urdhrin tënd, o Zot. Ne nënshtrohemi vullnetarisht me dëshirë. Kështu u kompletua krijimi i qiellve dhe tokës në 6 ditë të plota, duke filluar nga dita e diellit dhe duke përfunduar ditën e premte.
Edhe pse fuqia e Zotit është aq e madhe sa të krijojë gjithçka në një çast e vetëm, edhe pse ai është i përpushtetshëm për gjithçka, ai gjithashtu është i urtë, i butë i mëshirshëm. Prej mëshirës dhe butësisë së tij, ai vendosi që krijimi i botës të jetë në këtë mënyrë dhe kohë. Nga ajeti, me pas, ai u drejtua qiellit, i cili ishte si tym dhe i tha atij dhe tokës, binduni urdhrit tim me hija me pahir. Kuptohet se Allahu i lartësuar e ka krijuar qiellin pas krijimit të tokës. Ndërsa në surën Azijat, Allahu i lartësuar thot, e pastaj tokën e sheshoi. Në pamjet e parë duket sikur këto dy ajete janë në kundërshtim me njëri tjetrin. Por, padyshim, në librin e Zotit nuk mund të gjesh kur kundërshtime e kundërthënie. Shpjegimi për këtë është se, ashtu siç thonë shumë komentues të Kuranit, vërtet që krijimi i tokës si trup qiellor ka ndodhur para krijimit të qiejve, ashtu sikur se thuhet në këtë sure, poshtrimi dhe përgatitja e saj, duke nxjerrë bimësinë, ujneti. Ka ndodhur pas krijimit të qiejve, sikur se thuhet në surën Azijat, a është më i rëndë krijimi juaj apo ai i qiellit? Ai e ndërtoi atë, e ngriti kupën e tij dhe e përsosi. Natën ja erësoi e ditën ja ndriçoi, e pastaj tokën e sheshoi. Nxori prej saj ujin dhe kullotat e saj, kurse malet ja përforcoi si furnizim për ju dhe për kafshët tuaja. Në këtë ajet nuk thuhet e pastaj tokën e krijoi, por thuhet e pastaj tokën e sheshoi. Pra, pas krijimit të qiellit, ka ndodhur shtrimi i tokës dhe jo krijimi i saj. Dhe ai krijoi të jenë 702 ditë periudha kohore dhe çdo qiell i caktoi detyrat e tij. Qiellin më të afërm e kemi zbukuruar me yje të shkëlqyer dhe i ruajmë ato. Kjo është dispozita e të plotfuqishmit dhe të gjithdijshmit. Ai krijoi shtatët që i brenda 2 ditëve, duke i caktuar secili qiell detyrën dhe urdhrin e tij. Dhe ne e zbukuruam qiellin më të afërt me drita dhe e bëm të mbrojtur. I tillë është krijimi, e përcaktimi të plotfuqishmit të gjithditur. Për çdo qiell u dha urdhra dhe u caktuan ato që ishin të nevojshme, ashtu sikurse ditë vendos me urti. Ndërsa qielli i dynjas u zbukurua me yje, nëpërmjet të cilave krijesat ndriçohen dhe udhëzohen në errësirë. Yjet janë zbukurim për qiellin e errët, por shërbejnë edhe si gjuajtës për shejtanët e mallkuar, për të mos i lejuar që të dëgjojnë dhe të vjedhin nga lajmet e qiellit. Toka dhe qielli me gjithçka mes tyre u krijuan sipas përcaktimit të Krenarit të gjithditur. Me krenarinë dhe pushtetin e tij të plotë, ai nështroi krijesat e tashmë administron çështjet e tyre. Ndërsa me dijen e tij, Allahu i ka përfshirë të gjitha krijesat, të dukshmet dhe të padukshmet. Megjithatë, politesët i largohen për kushtimit me sinqeritet ndaj Zotit të Madhërisëm, që është i vetëm dhe ngadimtar mbi gjithçka. Allahut i janë nështruar të gjitha krijesat dhe çdo gjë funksionon sipas përcaktimit dhe dëshirës së tij, por në vend të tij, ushtriket adhurojnë idhuj. Ky shkëmbim është e përçuditshëm kur dihet se idhujt e tyre kanë cilësitë e mangëta të ulta. Sidoqoftë, nëse vazhdojnë në kundërshtimin dhe mohimin e tyre, për ta nuk ka shpagim tjetër veç ndishkimit në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Nëse shmangen refuzojnë besimin, ti thuaju, ju paralajmëroj me bubullim dënimin e tmeshëm aso dënimi çfarë goditi Adin e Thamudin. Por në qoftë se ata shmangen, ti thuaju, ju paralajmëroj për një rrufe, si rrufeja e Adit dhe Thamudit. Nëse edhe pas përmendjes së cilësive të larta të Kuranit dhe cilësive të Allahut të Madhërisëm, ata do vazhdonin në mohimin dhe kundërshtimin e tyre, atëherë do të paralajmëroheshin për një ndeshkim të dhimbshëm dhe shfarosës, të ngjashëm me ndeshkimin e popujve Ad dhe Thamud. Këta dy popull të njohur ndeshkuan ashpër për shkak të padrejtësisë së tyre me mohimin e profetëve dhe të shpalljeve të Zotit. Kur atyre u erdhën pejgamberët, para tyre dhe pas tyre duke thënë, mos adhuroni asgjë përveç Zotit. E ata thanë, sikur të kishte dashur Zoti ynë, ai do të kishte dërguar engjëj. Ne nuk besojmë në atë që është dërguar me ju. Ku atyre u erdhën të dërguarit në çdo kohë, duke i këshilluar, mos adhuroni asgjë tjetër përveç Allahut, ata thanë, pra, të dërguarit e Zotit shkonin njëri pas tjetrit për të kujtuar Zotin dhe për t'i ftuar në adhurimin e tij. Mesazhi i të gjithë profetëve ka qenë i njëjtë, mos adhuroni asgjë tjetër veç Allahut. Ata kanë urdhëruar për sinqeritet ndaj Allahut dhe kanë ndaluar nga idhujtaria me të gjitha format dhe rrugët e saj. Megjithatë, ata i refuzuan porositë e Zotit duke i konsideruar gënjeshtra dhe trellime. Ata thanë, po të donte Zoti ynë, do të dërgonte melek, të na këshillonte. Prandaj ne nuk i besojmë mesazhit që përcjelli ju. Kuptimi, ju jeni njerëz të zakonshëm si ne, prandaj nuk e pranojmë thirrjen tuaj. Ky lloj justifikimi kod vazhdon e përsëritet nga njerëzit. Ai është vërtet justifikim pa bazë, sepse nuk është kusht që të jesh melek për të qenë profet. Asnjëherë nuk ka ekzistuar një kusht i tillë, që një profet të dëshmojë se ai vërtet është i dërguar dhe i ndihmuar nga Zoti në misionin e tij, mund të sjellë mrekulli prej Zotit. Nëse profeti i sjell mrekullitë dhe argumentet e dukshme për vërtetësinë e tij, atëherë kundërshtarët le të mblidhen dhe t'i hedhin poshtë ato me argumentet e tjera. Por kjo është e pamundur të ndodhë.
Ata kur nuk mund të hedhin poshtë mrekullitë dhe faktet e sjella nga një profet i Allahut. Sa i përket atit, ata janë mallshtuar në tokë pa kurfar baze dhe thonin, kush është më i fortë se ne? Vallë, a nuk shohin ata se Perëndia që i ka krijuar është më i fuqishëm se ata, e ata i kanë mohuar argumentet tona. Sa i përket popullit ata u treguan arrogant në tokë kundër të vërtetës dhe thanë, kush është më i fortë se ne? Këtu flitet për historinë e popujve Ad dhe Thamut. Populli i Adit, përveç se ishin mohues të Zotit, të shenjave të tij dhe të profetëve të tij, ata ishin njerëz të prishur e shkatërimtar. Ata dënonin pa drejtësisht të tjerët, ishin shumë arrogant dhe të vetkënaqur me fuqinë e tyre, aq sa thoshin, e kush është më i fortë se ne? A nuk e dinin ata se Allahu, i cili krijoi, është më i fortë se ata? Piçëditse por ata vazhduan të refuzonin shenjat tona. Por Allahu i lartësuar kthen përgjigjen për ta, duke përmendur diçka që e din të gjithë. I Madhëruari thotë, a nuk e dinin ata se Allahu, i cili krijoi, është më i fortë se ata? Piçëditse nëse ai nuk do të kishte krijuar, ata nuk do të ekzistonin. Për këtë arsye, nëse ata do të kujtonin këtë fakt, nuk do të silleshin me kryelartësi dhe arrogancë. Dhe ne u dërguam atyre në ditët e shëmtuara fatkeqësisë erë të ftohtë për ta shijuar dënimin pështërues që në këtë jetë, e dënimi në jetën tjetër është edhe me pështërues dhe atyre nuk do të ndihmohet. Prandaj ne lëshuam kundër tyre një erë të furishme për disa ditë shkatërruese, ajo ishte një stuje e furishme, aq sa prej saj krijoi një ushtim shumë e frikshme, si një bubullim. Allahu i lartësuar ua loj atë furtunë për 78 ditë rresht, sikurse thot në surën Vaka 6:7, ndërsa ati u shkatërua me një stujë të fuqishme e të gjurshme, që ai e lëshoi kundër tyre 78 ditë rresht. Sikur të shijë njerëzit që shëmbeshin për dhe, si të ishin trungje humash të zavruara. Kështu i shkatëroi i madhërisht ata. Pas kësaj gjëme, mbeten vetë se vrenojat e vendbanimit të tyre. Pastaj i lartësuari i thot, për t'i bërë ata ndjenin që janë dënimit pështërues që në jetën e kësaj bote, por në botën tjetër dënimi do të jetë edhe me pështërues dhe ata nuk do të gjejnë asnjë ndihmë. Allahu dha atë ndëshkim që t'i tërpëronte para krijesave që në jetën e kësaj dynjaje, ku ata krenoheshin me forcën e tyre. Ndërsa ndëshkimi i ahiretit do të jetë edhe me pështërues. Atje ata nuk do të kenë mundësinë të mbrohen dhe as të shpëtojnë. Dhe Thamudit, ne ja kemi treguar rrugën e drejtë, por ata dëshën preferuan verbërimin e jo rrugën e drejtë, andaj ata i goditi dënimi i sujshëm, pështërues, për atë që kanë punuar. Sa u përket popullit të Thamudit, ne ja treguam rrugën e drejtë. Thamudi është një popull i njohur që ka jetuar në El Hijrë dhe në rrethinat e saj. Allahu i lartësuar dërgoi tek ata profetin Saliha për t'i ftuar në tauhid dhe për t'i ndaluar nga shirk. Ai u solli atyre si mrekulli një deve të madhe dhe i urdhëroi që t'i ndanin ditët me deven për shfrytëzimin e ujit dhe bërimeve të tij, një ditë për deven, një ditë për ta. Një ditë pinin ujë dhe ditën tjetër pinin nga qumështi i deves, edhe pse nuk shpenzonin gjë për ushqimin dhe mirëmbajtjen e saj. Ajo thjesht u shehej në tokën e Zotit. Siç shihet, kjo që një shenjë shumë e qartë për të gjithë atë popull, shenjë e cila nuk u linte atyre asnjë justifikim, por ata parapëlqyen verbëri e zemrës kundrejt udhëzimit. Prandaj i kapi tmerri dënimit pështërues për shkak të asaj që kishin vepruar. Allahu i lartësuar u tregoi qartë rrugën e vërtetë dhe ky fakt përforcohet në këtë ajet ku thuhet ne u treguam rrugën e drejtë. Të gjithë popujve që u dërgoi profet Allahu i lartësuar u qartësoi plotësisht të vërtetën dhe u solli mrekulli që të mos kishin me asnjë justifikim për mosbesimin, por në rastin e Thamudit, mrekullia ishte aq e dukshme dhe aq e qartë, saqë kush e pa dhe e dëshmoi, i madh dhe i vogël, burr e gra. Megjithatë, për shkak të ligjësisë dhe padrejtësisë së tyre, ata dëshiruan më shumë verbërim kundrejt udhëzimit, dëshën kufrin dhe padrejtësinë kundrejt besimit dhe bamirësisë, zgjodhen ignorancën dhe shirk, kundrejt diturisë dhe adhurimit të Zotit si një det të vetëm. Pra, Allahu i lartësuar nuk u bëri ndonjë padrejtësi atyre. I shpëtuam ata që besuan dhe që janë ruajt prej të keqjave. Por ne i shpëtuam ata që kishin besuar dhe që ishin ruajtur nga të keqjat. Allahu i lartësuar e shpëtoi Salihun dhe besimtarët të cilët e pasuan atë, duke u ruajtur nga shirk dhe poshtërsitë. Kujtoju atyre ditën kur do të tubohen armiqet e Perëndisë të zjarrin në vendin e llogarisë e do të tubohen duke ushtyrë me forcë dhunë. Në këto ajete, Allahu i lartësuar na tregon për armiqtë e tij dhe të profetit, për gjendjen e tmeshme dhe të frikshme në të cilën ata do të ringjallen, ditën kur armiqtë e Allahut do të tubohen për në zjarr, ata do të shtyhen të gjithë në të. Ata do të mblidhen nga i pari deri tek i fundit dhe me ashpërsi do të shtyhen për në xhehenem. Ata nuk do mund të pengojnë hedhjen e tyre në xhehenem, nuk mund të ndihmohen dhe shpëtojnë nga ai fundi i hidhur dhe vuajtja e përhershme. Dhe kur të vinë tek ai zjarri, kundër tyre do të dëshmojnë veshët e tyre, sytë e tyre dhe lëkurat e tyre për atë që kanë punuar.
Kur t'i afrohen zjarrit, kundër tyre do dëshmojnë veshët e tyre, sytë e tyre dhe lëkurat e tyre për të gjitha veprat e tyre. Kur t'i afrohen zjarrit, ata do të mohojnë krimet që kanë bërë në dynja, por kundër tyre do të dëshmojnë dëgjimi, shikimi dhe lëkura e tyre për çdo vepër që kanë bërë. Në fakt, çdo pjesë e trupit të tyre do të dëshmojë dhe do të thotë: Unë veprova kështu ashtu në këtë ditë, por Allahu i lartësuar veçon organet e me sipër me, sepse shumica e gjunave bëhen nëpërmjet tyre ose për shkak të tyre. Ata u thonë lëkurave të tyre, pse dëshmuat kundër nesh? E ato përgjigjen: Perëndia na ka bërë që të flasim, ashtu siç i ka dhënë aftësinë të folurit çdo sendi. Ai u ka krijuar për herë të parë dhe tek ai do të ktheheni përsëri. Ata do të thonë lëkurave të veta: Pse dëshmoni kundër nesh? Ky fakt dëshmon që të gjitha organet do të dëshmojnë. Pra, kuptimi është: Pse dëshmoni kundër nesh, ndërkohë që ne jemi përpjekur gjithmonë t'ju mbrojmë dhe t'ju kënaqim? Peçuditse ato do thonë: Është Allahu ai që na ka bërë të flasim, ai që ja ka dhënë të folurit gjithçkaje. Kuptimi është jashtë mundësive tona që të mos dëshmojmë të vërtetën, kur është Allahu i madhërisëm ai që na bëri të flasim. Dëshira dhe urdhri i tij nuk mund të kundërshtohen. Është ai që ju krijoi ju herën e parë dhe vetëm tek ai do të ktheheni, ashtu sikurse ju ka krijuar ju me trup dhe shpirt, po ashtu ai ka krijuar edhe aftësinë tuaj për të folur. Pastaj, ju do të ktheheni tek Allahu, i cili do t'ju shpërblej për ato që keni bërë. Ka shumë mundësi, gjithashtu, që këto fjalë të referohen vërtetësisë së ringjaljes. Do me thënë, Allahu që ju krijoi herën e parë është i plotfuqishëm që t'ju rikrijojë dhe t'ju ringjallë për t'ju llogaritur dhe shpërblyer për punët tuaja. Ju nuk jeni fshehur nga frika, që kundër jush që mos dëshmojnë veshët tuaj dhe sytë tuaj dhe lëkura juaj, por nga se keni besuar se Perëndia nuk do t'i di shumë ato që i keni punuar. Ju shiheshit, kur bënit gjinoje jo nga frika se kundër jush do të dëshmonin veshët tuaj, sytë tuaj dhe lëkurat tuaja. Kuptimi, ju nuk mendonit rreth kësaj dëshmia dhe nuk ruheshit që organet tuaja të mos ju shihnin dhe të dëshmonin veprat tuaja. Jo vetëm kaq, por ju menduat se Allahu nuk i dinte për shumë nga gjërat që ju veproj. Ky mendim i gabuar bëri që ata të gjyteshin gjino pas gjinohu. Ky mendim u bë shkak për shkatërimin dhe dëshpërimin e tyre. Dhe kjo bindje e juaj që keni pasur në Zotin tuaj u ka shkatëruar juve e u bët prej atyre që janë në humbje. Por pikërisht ky mendim që ju patët për Zotin tuaj, ju shkatëroi dhe ju bët prej të dëshpëruarve. Ky mendim i gabuar nuk lidhet as pak me madhështinë e Allahut të lartësuar. Ky mendim i shkatëron ata të cilët do të përfundojnë të dëshpëruar. Ata humbin familjet dhe fenë e tyre nëpërmjet veprave që bëjmë. Ndëshkimi i Zotit bëhet i meritueshëm mbi ta, ndëshkim që do të jetë i përjetshëm me çastin e çast nuk do t'u lehtësohet. Nëse ata bëhen edhe të durueshëm, zjarri është venstrehim për ta, nëse kërkojnë kthim, nuk do t'u lejohet kthimi. E durojnë apo jo, zjarri do të jetë shtëpia e tyre, sigurisht, ata nuk do kenë mundësi që ta përballojnë dhe durojnë atë zjarr. Çdo gjë mund të përballohet dhe durohet, por jo zjarri i xhenemit. E si mund të durohet ai zjarr, që është 70 herë më i nxehtë se zjarri më i fortë i kësaj dynjaje? Xhenemi vlen me një nxehtësi të tmeshme. Era e çliruar prej tij është shumë e keqe dhe e papërballueshme. Edhe i ftohti i xhenemit është tejet e acartë. Prangat e tij janë shumë të rënda dhe të mëdha. Rojet e zjarrit janë të ashpër, të vrajshëm dhe të pamëshirshëm. Por më i rëndë se gjithçka është zemërimi i të madhërismit, gallëimtarit, dhe sidomos fjala që ai u thotë të ndishkuarve kur ata luten: "Eshni, rini aty të poshtruar dhe mos flisni." E nëse kërkojnë falje, nuk kanë për ta arritur. Pra, edhe nëse luten e përgjërohen që të shpëtohen nga ndëshkimi dhe të kthehen në dynja, me qëllim që të veprojnë ndryshe nga ajo që kanë bërë më parë, kjo asesi nuk do t'u pranohet. Koha kur njeriu mund të reflektojë dhe të ndryshojë sjelljet dhe punët e tij përfundon me vdekjen e tij. Allahu i madhërisëm i jep njeriu të jetë të mjaftueshme për të reflektuar dhe nxjerrë mësim. Gjithashtu, ai ka sjell profetë dhe shpallje vyjnore, që çdo kush të gjejë rrugën e drejtë. Gjithsesi, ky pretendim i tyre është thjesht një gënjeshtër, sepse Allahu i lartësuar thotë: sikur të shihja ata kur të ndalen përpara zjarrit. Ata do të thonë: sikur të ktheheshin në dynja. Atëherë nuk do t'i marrim argumentat e Zotit ton për do të bëheshin besimtarë. Por atyre u den në shesh ajo që më parë e mbanin fshehur. Por edhe sikur të ktheheshin, ata do ta kryenin sërish atë që u ishte ndaluar. Me të vërtetë, ata janë gënjeshtarë. Enam 27-28. Ne u kemi pasaktuar atyre mohuesve shokët e këqij, të cilët u azbukurojnë atyre, ato që janë para tyre dhe ato që janë pas tyre, në ta u realizua fjala e dënimit, së bashku me popujt që kanë qenë para tyre, prej gjindëve dhe njerëzve. Këta, me të vërtetë, kanë qenë të shkatëruar. Ne u patëm caktuar atyre shokët e këqij, që vazhdimisht u ahishonën. Gjinohet e kryera në të shkuarën dhe të armën e tyre.
Sollumçarëve që janë armiq me të vërtetën u janë vënë si shoqërues shejtanët, të cilët nuk u ndohen dhe nxisin për të keqia, sikurse thot I lartësuari në një ajet tjetër, a nuk e shikon ti se ne I kemi lëshuar shejtanët kundër jo besimtarëve për të nxitur pa ndërprerje në vepra të keqia? Merjem 83. Ata I shtyn drejt gjinohave duke u zbukuruar jetën e dinjas. Shejtanët I joshin qafirët me kënaqësi haram dhe ata bien brenda, duke I ndjekur verbërisht. Ata nxisin gjithashtu për të luftuar kundër Allahut dhe profetëve të tij. Nga ana tjetër, shejtanët I bëjnë ata që të harrojnë krejtësisht ajretin ose I bëjnë të besojnë se Kiameti nuk ka për të ndodhur kurrë. Për këtë shkak, zemrat e tyre nuk kanë medroj, prandaj është e thjeshtë që ata të zhyten në kufër, bidate dhe poshtërsi. Allahu I lartësuar u shoqëron atyre shejtanët për shkak se ata I kanë kthyer shpinën kujtimit të Allahut dhe e shpërfillin shpaljen e tij. Në një ajet tjetër, I Madhruari thotë, kush I kthe shpinën përmendjes të Zotit, ne I shoqërojmë nga një shejtan, I cili nuk I ndohet kurrë. Ai shejtani e pengon nga rruga e drejtë, ndërkohë që ai besimtari mendon se është I udhëzuar mirë. Kur të vi para nesh, ai besimtari do të thotë, "Oh, mirë për mua." Sikur mes meje dhe te o shejtan të kishte një largësi sa linja prej perëndimit. Sa shok I keq pas ke qenë ti. Ju bënit pa drejtësi të shumta të thuhet, prandaj sot nuk do t'ju lehtësoj as pak fakti se nuk jeni të vetmit që po ndeshkoheni. Zuruf 36-39. Dhe dënimi I tyre u bë realitet, ashtu si ai brezave të mëparshëm të gjinëve dhe të njerëzve. Ata ishin krejtësisht e humbur. Është bërë detyrë e pashmangshme që mbi ta të godas ndëshkimi I përcaktuar nga Zoti, ashtu sikurse u veprua me shumë popull para tyre, qofshin gjindë apo njerëz. Ata u shkatruan duke humbur dynjan dhe ahiretin. Të humburit do të jenë gjithmonë të pëshëruar, të dëshpëruar dhe të ndëshkuar. Mohuesit kanë thënë, mos e dëgjoni këtë Kurani dhe flisni me zë të lartë për ta mundat. Allahu I lartësuar na tregon se mohuesit jo vetëm që I kthejnë shpinën Kuranit, por edhe e këshillojnë njeri, tjetrin për një krim të tillë, ata që nuk besojnë thonë, mos e dëgjoni këtë Kurani dhe, kur të lexohet, llomotini, se ndoshta ai a dilin ban. Kuptimi, mos e dëgjoni Kuranin dhe mos u mendoni shumë rreth mesazhit që ai përcjell. Shpërfillini, gjithashtu, edhe ata që ju flasin për Kuranin. Nëse ju ndodh që të dëgjoni diçka prej këtij libri, atëherë bëni gjurmë dhe vërdëllisni sa të mundeni që askush të mos e dëgjoj atë. Njerëz të tillë shpresojnë se, po të veprojnë ashtu, ndoshta mund të shpëtojnë nga ndikimi I fuqishëm që ka Kurani në shpirtrat e njerëzve. Kjo është një dëshmi shumë e qartë prej armiqve të librit të Zotit, se ata mund të përballen me Kuranin veçse duke mos e dëgjuar. E vetmja mënyrë që ata zgjedhin për të mos I nështruar atij është që të mos e dëgjojnë dhe të mos e pranojnë të vërtetën e tij, e cila është e pamohueshme. Sidoqoftë, e vërteta kur nuk mund të mposhtet dhe të zhduket, dhe këtë dinë shumë mirë miq dhe armiqtë e saj. Sigurisht, kjo zgjedhje e tyre është treguesi I qartë I padrejtësisë dhe I armiqësisë që kanë ndaj së vërtetës. Kështu, ata nuk I lën asnjë mundësi vetes së tyre për të gjetur udhëzimin, për ta mbetit vetë së ndëshkimi dhe dëshpërimi. Prandaj I Madhruari thotë, do të bëjmë ne që ta shijojmë mohuesit dënimin e ashpër dhe do t'i dënojmë ata me më të keqen për veprat që kanë bërë. Por, sigurisht ne do të bëjmë që jo besimtarët të shijojnë një dënim të ashpër. Ne do t'i ndeshkojmë ata për veprat më të keqia që punuan. Veprat e tyre janë kufri, gjinohat, mosbindja ndaj Zotit dhe shpërfilja e shpaljes së tij. Sa të keqia janë këto vepra. Ndëshkimi I tyre është I drejtë, sepse ai godet vetëm njerëzit që bëjnë të keqia dhe shpërfillen të vërtetën. Allahu I lartësuar nuk I bën padrejtësi askujt. Ky zjarri është dënimi I armiqve të Perëndisë. Në të është vendbanimi I përhershëm I tyre. Ky është dënim për ta, nga se kanë qenë mohues të ajeteve tona. Ky është ndëshkimi për armiqtë e Allahut, zjarri. Atje është shtëpia e tyre e përhershme, ky është ndëshkimi I atyre që luftojnë kundër Allahut dhe kundër të dashurët e tij. Ata mohojnë të vërtetën, duke e konsideruar atë si gënjeshtër, madje e paraqesin atë si rrugë të shtrembur në mënyrë të vazhdueshme dhe këmbëngulëse. Zjarri ka për të qenë vendqëndrimi I tyre I përjetshëm. Atyre nuk do t'u lehtësohet as pak ky ndëshkim dhe kur nuk kanë për të ndihmuar si shpërblim për refuzimin e padrejtë të argumenteve tona. Ato janë ajetet dhe faktet të qarta, argumentet e prera, të cilat sjellin siguri e bindje. Padyshim, mohimi me urrëtie dhe armiqësia ndaj tyre konsiderohet si padrejtësia më e madhe. Atëherë mohuesi do të thonë, o Zoti ynë, tregon ata dy grupe prej gjindëve dhe njerëzve që na kanë shpërë në humbje, që t'i shtrojmë në këmbët tona e të bëhen ndër më të fundit në zjarr. Jo besimtarët do të thonë, o Zoti ynë, na I trego ato gjinde dhe ata njerëz që na përhumbën. Nga e vërteta që t'i shtypim me këmbët tona të jenë me të poshtruarit, të mashtruarit që ndiqnin udhëheqësit e tyre, të dëshpëruar, do t'i drejtohen Allahut të lartësuar, duke thënë, na I trego ata njerëz dhe gjindë që na devijuan nga rruga e drejtë dhe na quan në humbje, dhe pastaj në këtë ndëshkim.
Na i tregu cilët janë ata shejtan njerëz dhe gjindë, të cilët naftuan dhe na të roqen e gjenem. Na i tregu që t'i shkelim dhe copëtojmë me këmbët tona. Ashtu sikur se na pëshëruan ne, duke na devijuar nga e mira për të na drejtuar tek e keqja, ashtu na jep mundësinë që t'i vëmë poshtë këmbëve tona. Në këtë ajet tregohet urrejtja e madhe që dy palët, pasues dhe të pasuar, do të kenë zjarr ndaj njëri tjetrit. Ata do të mallkojnë dhe do të distancohen nga njëri tjetri. Me të vërtetë, ata që thonë, Zoti ynë është Perëndia, e pastaj vazhdojnë në të drejtë sipas udhërit të Perëndisë, do t'ju zbresin atyre engjëjt dhe do t'ju thonë, mos u friksoni dhe mos u pikëlloni. Dhe gëzojuni xhenetit që ju është premtuar. Allahu i lartësuar sjell një lajm të gëzuar për të dashurit e tij të zgjedhur, për besimtarët e devotshëm dhe të sinqertë. Kështu, ai ka lëtë vullnetin e tyre dhe nxit tek ata ambicien për punë të mira dhe për bindje ndaj tij. Kjo është gjithashtu një nxitje për të gjithë që të bëhen si ata. Ai thotë, s'ka dyshim se atyre që thonë Allahu është Zoti ynë dhe pastaj qëndrojnë të palëkundur në këtë, të tillët e pranojnë me zemër, e dëshmojnë me fjalë dhe janë të kënaqur që Allahu është Zoti, sunduesi, pronari dhe rregulluesi i çështjeve të krijesave. Gjithashtu, ata i nështrohen plotësisht urdhrit dhe vullnetit të Zotit të tyre. Përveç kësaj, ata janë sistematik dhe të palëkundur në ndjekjen e rrugës së drejtë. Ecja në rrugën e drejtë varet nga dy kushte, nga pasja e dijes së saktë dhe të sigurt prej Zotit dhe, së dyti, nga puna e sinqertë, në përputhje me atë dituri. Domethënë, për të tillë njerëz është lajmi i mirë në dynja dhe në ahiret, se do t'u zbresin melekët. E do t'u thonë, mos u friksoni e mos u trishtoni, por gëzoni me xhenetin që ju është premtuar. Melekët zbresin tek këta të zgjedhur dhe i vizitojnë në çastet e vdekjes. Melekët i drejtohen besimtarëve që po presin vdekjen me fjalët me të ëmbla qetësuese. Ata ju thonë, mos keni frikë nga ajo që ju pret pas vdekjes. Mos u trishtoni nga ato që kanë kaluar. Kështu, ata i sigurojnë besimtarët se janë të shpëtuar nga çdo e keqe që lidhet me të shkuarën apo me të ardhmen e tyre. Me pas, gëzoni me xhenetin që ju është premtuar. Pra, gëzoni sepse xheneti është i sigurt për ju, duke u zbatuar kështu premtimi i Zotit për robërit e tij besimtar. Ne vijem duke i përgëzuar dhe qetësuar besimtarët, melekët u thonë: ne jemi të afërmit tuaj në jetën e kësaj bote dhe të së ardhmes, ju në të gjenë do të keni çka të dëshironi dhe çka të kërkoni. Ne jemi miq tuaj, si në jetën e kësaj bote, ashtu edhe në botën tjetër. Në jetën e dynjas, melekët i nxisin besimtarët për punë të mira dhe u zbukurojnë ato në zemrat e tyre. Po ashtu, ata u bëjnë të shëmtuar të keqen në zemër dhe i friksojnë besimtarët që të mos e veprojnë atë. Melekët i lutin Allahut për besimtarët, madje mbështesin realisht ata në kohë të sprovash dhe frike, e sidomos në momentet e vdekjes, në jetën e varrit, gjatë errësirës dhe vetmisë së tij, në ditën e Kiametit, gjatë tmerrave të saj, në kalimin mbi sirat e tij. Madje edhe në xhenet ata nuk i ndohen, por vazhdimisht i përgëzojnë dhe i urojnë përmirësitë dhe begatitë e Allahut të lartësuar. Ata hyjnë nga çdo portë, sikurse thotë i madhëruari, ata që e përmbushin besën edhe në Allahut dhe nuk e shkelin fjalën e premtuar, ata që i ruajnë lidhjet që Allahu ka urdhëruar të ruajnë, i friksohen Zotit të tyre dhe i druan gjykimit të rënd, ata që ngulmojnë me durim për të arritur dashurinë e Zotit të tyre dhe faljen me rregull namazin, ata që japin haptazin dhe fshin tazin nga ajo që u kemi dhënë edhe të keqen e kthejnë me të mirë. Këtyre u takon shpërblimi në shtëpinë e përjetshme, për ta janë përgatitur xhenetet e ardhmit, ku do të hyjnë ata dhe prindërit, gra dhe fëmijët e tyre, të cilët kanë qenë vepërmirë. Melekët do t'i vizitojnë ata duke u hyrë nga çdo portë. Selamun aleikum. Me durimin tuaj gjetet shpëtimin. Sa e mirë është shtëpia e tyre e përjetshme. Rad 20-24. Atje ju do të keni atë që dëshirojnë shpirtrat tuaja dhe gjithçka që kërkoni. Në xhenet, ata do të kenë gjithçka që ua dëshiron shpirti, gjërat e cilat do të gjejnë gati. Ata do të kërkojnë atje që syri nuk e ka parë, veshi nuk e ka dëgjuar dhe që askush nuk ka mundësi ta përfitojë në këtë botë, dhe gjithçka që do kërkojnë do t'u jepet. Si gosti prej atij që fal shumë dhe që është mëshirues. Kjo është dhuratë nga ai që është falës i madh dhe mëshirëplot. I gjithë ky shpërblim kaq i madh, e gjithë kjo mirësi e përjetshme është begati dhe bujaria e Allahut të Madhërisëm, i cili përmend dy emrat e mrekullueshëm të tij. Ai është falësi i madh, i cili fal gjinohet dhe mangësitë e robërve të tij. Allahu është gjithashtu mëshirëploti, i cili jep forcën dhe suksesin për të vepruar çdo të mirë dhe pastaj i pranon ato, pavarësisht nga mangësitë e tyre. Me faljen e tij, Allahu largon të keqen prej njerëzve, ndërsa me mëshirën e tij, ai mundson të arrijnë të mirat dhe gjërat që dëshirojnë. Kush flet më bukur se ai që thërret te Perëndia, bën vepra të mira dhe thotë, unë, me të vërtetë, jam musliman. Kush është me fjalë mirë se ai që thërret njerëzit në rrugën e Allahut? Kjo është një pyetje së cilës i dihet përgjigjja. Pra,
nuk ka më të mirë se sa fjala, qëndrimi dhe drejtimi i atyre që ftojnë në rrugën e Allahut. Këta të zgjedhur mësojnë dijen e dobishme të paditurve, tërheqen në mendjen të pavëmendshmëve dhe atyre që i kanë kthyer shpinën të vërtetës. Ata përballen me armiqtë e të vërtetës me forcën e fjalës dhe të fakteve. Ata luftojnë për të bartur dhe për cilë të vërtetën e Zotit ndër njerëz. Ata këshillojnë që të adhurohet Allahu si një vetëm, me çdo mënyrë të drejtë dhe të lejueshme, duke e zbukuruar këtë në zemrat e njerëzve. Ata qortojnë dhe paralajmërojnë për të u larguar nga veprat e këqija, të ndaluara nga Zoti, duke qartësuar shëmtinë dhe dëmin e tyre për individin dhe shoqërinë. Ata polemizojnë me armiqtë e të vërtetës me mënyrën më të mirë, për të ndaluar ata nga mohimi i Zotit, idhujtaria dhe nga mosbesimi i shpalljes së Zotit dhe i profetit të tij. Ata urdhërojnë për tek e mira dhe ndalojnë nga e keqja. Ftesa e njerëzve në rrugën e Zotit bëhet me shumë mënyra dhe rrugë, si me poshtë, njohja me Zotin, me madhështinë dhe lavdinë e tij të plotë, ashtu sikur se është në të vërtetë. Fuqja në zemër e dashurisë për Zotin, duke përmendur mirësitë dhe begatitë e tij të shumta, duke përmendur emrat, cilësitë dhe atributet e tij të mrekullueshme, si edhe duke përmendur mëshirën dhe bujarinë e tij të pakufishme. Njohja me adhurimet ndaj Zotit në formën më të mirë, ashtu siç janë në të vërtetë, duke i zbukuruar këto në sytë dhe zemrat e njerëzve. Nxitja e njerëzve që të ndriçohen nga dituria e madhe dhe e mrekullueshme që gjendet në librin e Zotit dhe në traditën e profetit të tij të zgjedhur. Kjo bëhet duke inkurajuar për nxënien e kësaj diturie me çdo mënyrë të mundshme dhe të lejueshme. Nxitja për të pajisur me virtytet më të larta, për të qenë bamirës ndaj krijesave, falës dhe tolerant, sa të keqen ta kthejmë me të mirën e mundshme, duke mbajtur lidhjet farefisnore dhe për bamirësi ndaj prindërve e të afërme. Për kujtimi dhe këshillimi i njerëzve në përgjithësi, në kohë adhurimesh dhe grumbullimesh, për gëzim apo hidhërim qoftë. Një tjetër cilësi e këtyre të përzgjedhurve është që bën veprat e mira. Pra, përveç ftesës së të tjerëve që ta adhurojnë Zotin si një të vetëm, duke bërë punë të mira, ata janë të parët që nxitojnë dhe garojnë në kryerjen e këtyre punëve të mira. Ata janë të parët që adhurojnë Allahun duke zbatuar porositë e tij dhe duke qëndruar brenda kufive të tij, vetëm me qëllimin e pastër për të kënaqurat. Të tillët deklarohen dhe që thotë unë jam musliman. Kuptimi, unë jam i nështruar ndaj urdhave dhe udhëzimeve të Zotit. Unë jam pasuesi përpikti i rrugës së tij. Të sinqertët janë në gradat më të larta të adhuruesve të Zotit, sepse ata punojnë sinqerisht për të përsosur veten dhe të tjerët. Ata kanë pjesën më të madhe të përfitimit nga trashëgimia e profetit Asa. Këta janë njerëzit më të mirë, ndërsa nga krohu tjetër janë njerëzit më të keqi, të cilët i ftojnë njerëzit në humbje, ku janë zhytur vetë dhe në skutat e errta të shejtanit. Të parët qëndrojnë në gradat më të larta të Elijin, ndërsa të dytët janë zhytur në humnerat më të frikshme të Sijin, Mes këtyre dy niveleve ka grada dhe nivele të shumta, të cilat i di vetëm Allahu i lartësuar, sepse ai ka krijuar dhe ai di me hollësi se çfarë bëjnë krijesat e tij. I lartësuari thotë, por secili do të ketë shkallë sipas veprave të veta. Zoti yt nuk është i pavëmendshëm ndaj veprimeve të tyre. Enam 132. Nuk barazohet e mira dhe e keqja. Të keqen kthehej me të mira atëherë, armiku i do të bëhet me njëherë mik i ngushtë. E mira nuk mund të jetë barabartë me të keqen. Kur nuk mund të jenë të njëjta në vlerësim dhe shpërblim veprat e mira në bindje ndaj të madhëruarit, duke synuar kënaqësinë e tij dhe sipas porosive të tij, me veprat e këqija, të cilat e zemërojnë të madhëruarin. Po kështu, nuk janë të njëjta bamirësia ndaj krijesave dhe padrejtësia ndaj tyre. Ato nuk janë të njëjta në vlerësimin, sasi cilësi dhe as në shpërblimin që meritojnë. Në një ajet tjetër, i Madhërisht thotë, a nuk është shpërblimi i veprës së mirë veç se e mira. Rahman 60 në vijim, Allahu i Madhëruar na urdhëron për një lloj shumë të veçantë të ihsan, bamirësia ndaj atyre që të kanë bërë keq. Kështu, i urtëja i gjithë diturit thotë, largoj atë. Të keqen me çfarë është më e mirë, nëse ndonjëri sillet keq me ty dhe në mënyrë të veçantë kur kjo ndodh nga ata ndaj të cilëve ke përgjegjësi dhe detyrime ligjore, si të afërmit, miq të farefisi, pra, nëse ndonjë nga ata sillet keq ndaj teje, me fjalë apo me vepra, i ktheja me formën më të mirë të mundshme, duke bërë bamirësi ndaj tyre. Nëse ai ndërpret lidhjet me ty, ti vazhdoj të mbash ato të lidhura. Nëse të bën padrejtësi, ti fale. Nëse flet kundër teje ose të shan në sy apo pas krave, mos bëj edhe ti të njëjtën gjë, por fale dhe toleroje. Madje, foli fjalë të mira, të buta dhe të ngrohta. Nëse ai të braktis dhe nuk të flet fare, ti jepi selam e mundohu ti drejtohesh me fjalë të buta dhe të ngrohta. Nëse gjen forcën dhe durimin që të keqes ti përgjigjesh me formën më të mirë, atëherë do të ndodhë diçka e mrekullueshme, për të cilën i lartësuari thotë, sepse atëherë edhe ai, me të cilin ke një farë armiqësie, do të bëhet mik i afërt.
atëherë ju do të jeni sikur mes jush nuk ka pasur asnjëherë armiqësi, por sikur keni qenë gjithmonë miq të ngushtë dhe të dashur. Por kjo nuk është një arritje e thjeshtë. Ajo u jep të zgjedhurve, për të cilët I Madhruari thotë: "Këtë mund të arrijnë vetëm ata që durojnë dhe këtë mund të arrijnë vetëm ata që janë të pajisur me virtyte të bukura." Mirë, po këtë nuk mund të arrijë askush, përveç atyre që janë durimtar. Këtë virtyt të lartë mund të arrijnë veç ata që e kanë kalitur durimin e vështirësi dhe e kanë shtruar shpirtin dhe trupin e tyre që të kryejnë veç se gjëra që Zoti I pëlqen. Natyrshëm, njeriu është I prirur që të kundërvijë të keqes me të keqe, duke mos falur. Është shumë e vështirë që ai thjesht ta fal tjetrin, e jo me t'i bëjë mirësi dhe t'i përgjigjet të keqes me të mirë, aq më tepër me të mirën e të mirës. Trupi duhet të kujtojë se, duke bërë durim, ai po zbaton urdhën e Zotit të tij dhe se për këtë e pret një shpërblim I madh. Pastaj le të kujtojë se të kundër përgjigjurit me të njëjtën monedhë nuk I sjell atij ndonjë përfitim, përkundrazi, I ashton edhe me tepër urrëtitjen dhe armiqsinë e ndërsjellë. Pastaj të kujtojë se, nëse ja kthen me të mirën e të mirës, ai nuk e cënon as pak personalitetin e vet dhe kursesi të mos e shoh si dobësi. Madje, ta di mirë se kush tregohet modest për hir të Allahut, Allahu ka për ta ngritur dhe krenuarat. Përfundimisht, nëse robi kujton dhe rikujton të gjitha këto, atij ka për t'ju lehtësuar durimi, madje do të bëjë bamirësi me kënaqësi të plotë dhe me një lehtësi të çuditshme dhe askush, përveç atyre që kanë fat të madh. Ky është një virtyt të cilën e kanë vetëm me të zgjellurit të krijesave. Nëpërmjet të tilla virtytesh, robi lartësohet në dynja dhe në ahiret. Durimi dhe bamirësia qëndrojnë në krye të gjitha virtyteve të larta. Ato janë cilësitë më të zgjedhura që Allahu I Madhërisëm I pëlqen që t'i shohte robërit e tij. Nëse djalli fillon të mashtroje, kërkon mbështetje te Perëndia. Me të vërtetë, ai I dëgjon të gjitha dhe I di të gjitha. Pasi na mësoi se si ti kundërvihemi dhe të shpëtojmë nga armiqësia e njerëzve, pra, duke u kthyer të keqen me të mirë, Allahu I lartësuar vjen të na mësojë si të mbrohemi nga armiqësia e gjendeve. Prej tyre mund të mbrohesh dhe të ruhesh vetë duke I kërkuar këtë ndihmë Allahut të Madhruar. Foti I lartësuari, nëse ndonjëherë ty të bëhet ndonjë ngacmim prej shejtanit, kërkoj mbrojtje Allahut. Nëse në ndonjë moment gjen ndonjë ngacmim prej shejtanit të mallkuar, I cili ta zbukuron të keqen dhe të josh për ta vepruar atë, ose ta shëmton të mirën dhe të dembelos atë pengon që ta kryesh atë, ose të mbush me lloj vesësesh të ndryshme të tij. Atëherë mënyrë kërkon mbrojtje tek I gjithëmshirshmi I gjithposhtetshmi, duke thënë: Ulubir, lajmi nesh, shejtani, rajim. Lutjo Allahut me përgjigje me përulje të plot, si një rob I pafuqishëm, që të ruaj prej sherrit të shejtanit. Gjithashtu, dije mirë se po I lutesh atij që dëgjon gjithçka dhe di gjithçka, sepse ai është gjithdëgjuesi I gjithstituri. Ai e dëgjon lutjen dhe përgjerimin tënd. Allahu e di shumë mirë pafuqinë dhe nevojën tënde të domosdoshme për ndihmën e tij. Në këto ajete, Allahu I lartësuar përmend disa nga shenjat e tij madhështore, të cilat tregojnë qartë për pushtetin e tij të plotë mbi gjithçka, për sundimin dhe mbretërinë e tij gjithëpërfshirëse dhe të gjerë, për mëshirën e tij të pafundme, që ka përfshirë gjithçka. Në gjithësi ndodh ajo që Zoti dëshiron, me dijen, urtësinë, drejtësinë dhe mëshirën e tij. Këto shenja tregojnë se ai është I vetmi I adhuruar me merit. Askush tjetër nuk meriton adhurimin veç tij. Kështu, I lartësuari thotë: argumentet e tij janë edhe nata dhe dita, edhe dielli dhe hëna. Mos bëni segjë, mos bini me fytyrë për tokë as për diellin as për hënën, por bëni segjë për Perëndin, I cili ka krijuar ato, nëse jeni adhurues të atij. Ndër shenjat e tij janë nata, dita, dielli e hëna. Gjatë ditës së ndryshme, njerëzit kërkojnë të përfitojnë prej begatijave të Allahut dhe të mbledhin prej mirësive të tij. Ndërsa gjatë natës së errët dhe të qetë, ata qetësohen e çudhen që të rimarrin forcat për ditën e re. Nëpërmjet dy krijesave të tjera të Zotit, diellit dhe hënës, bëhet e mundur jeta në tokë, pra, jeta e njerëzve, e kafshëve dhe e bimëve. Këto janë mirësi të domosdoshme për krijesat dhe që vetëm Zoti që I krijoi I di me hollësi. Mos I bëni segjë as diellit, as hënës. Segjë I bëni vetëm Allahut, I cili I krijoi ato, nëse adhuroni vetëm atë. Ato janë thjesht krijesa të Allahut dhe të nështruara ndaj urdhrit dhe vullnetit të tij dhe, si të tilla, ato nuk meritojnë që t'u biesh në segjë, t'i adhurosh apo t'u nënshtrohesh me dashuri, adhurim, shpresë dhe frikë. Adhurimet I takojnë vetëm Allahut e vetëm dhe të pashoq, sepse vetëm ai është krijuesi dhe sunduesi madhështor. Vetëm Allahu duhet të adhurohet, duke qëndruar sa më larg adhurimit të krijesave, sado të mëdha, të çuditshme apo të dobishme të duken ato. Në fakt, madhështia, mrekullia apo dobia e tyre janë dhunti që Zoti ua ka falur, prandaj vetëm ai duhet të adhuruar për çdo mirësi. Nëse njerëzit pretendojnë se adhurojnë një Zot e vetëm, atëherë vetëm atij t'i përkushtojnë çdo adhurim me sinqeritet, dashuri, madhërim, bindje dhe nënshtrim. Ky është besimi I drejtë, kjo është e vetmja fe e pranueshme nga Allahu I Madhruar. Nëse ata madhështohen, po,
ata që janë të Zoti yt e ngjit, e lavdërojnë atë natën dhe ditën, e kur nuk mërziten. Po nëse ata, jo besimtarët refuzojnë, atëherë ata që janë pranë Zotit të ndithurin lavda atij, natën e ditën dhe kur nuk lodhen. Kuptimi, nëse refuzojnë që të adhurojnë Allahun e lartësuar dhe nuk i përulen atij, le ta dinë se ata nuk mund ta cënojnë as pak madhështinë e Allahut. Allahu është jo nevojtar për ta dhe për adhurimet e tyre. Nga ana tjetër, Allahu i madhuar ka krijuar robërt e bindur, të cilët kur nuk e thyejnë urdhrin e tij, por zbatojnë gjithçka që urdhërohet. Ata që janë pranë Zotit, domethënë melekët e tij, e madhrojnë dhe e lavdërojnë me tesbihat natë ditë, dhe kur nuk lodhen apo ta paksojnë adhurimin. Ata janë shumë të fuqishëm, ashtu siç është e fuqishme edhe dashuria e tyre për Zotin, prandaj edhe përkushtimi i tyre është i pandërprer. Njëri nga argumentet e tij është edhe ai që ti e sheh tokën të përurur, të thatë, e kur e lëshojmë në të shiun, toka lëviz dhe gjallohet. Me të vërtetë ai që e ngjall atë, i ngjall edhe të vdekurit. Me të vërtetë, ai është i pushtetshëm për çdo gjë. Nga shenjat e tij është edhe toka, që ti e sheh të thatë të shkretë kur ne i lëshojmë asaj shiun, ajo gjallërohet. Prodhimi shtohet. Prej shenjave madhështore që dëshmojnë për pushtetin dhe mbretërinë e plotë e Allahut dhe për faktin se ai është i vetëm në sundimin dhe administrimin e çështjeve të krijesave, është edhe toka e tharë dhe e pajet, e cila, kur Allahu i lartësuar zbret qiun nga qielli, ajo ringjallet, merr jetë dhe fillon të vijojë. Prej saj lulizon bimësi e madhe, si furnizim për njerëzit dhe kafshët. Kështu zbret jeta nga qielli dhe përhapet begatia dhe gëzimi. Nuk ka dyshim se ai që e gjallëron atë, do të ngjallë të vdekurit. Kuptimi është po ky krijues madhështor që kujdeset për ju dhe që risjell jetën e tokën e vdekur, ai i cili do t'i ringjallë të vdekurit e do t'i nxjerrë nga varret e tyre ditën e ringjalljes sepse ai është i plot pushtetshëm për çdo gjë. Pra, ashtu sikur se është i plot pushtetshëm për të ringjallur tokën pas vdekjes së saj, po ashtu Allahu është i plot pushtetshëm që të ringjallë të vdekurit nga varret e tyre. Me të vërtetë, ata që i shtrembërojnë argumentet tona nuk do të jenë të fshehtë te ne a është më e mirë ai që do të hidhet në zjarr apo ai që në ditën e Kiametit do të vjeqet. Punoni çka të doni se ju gjen ajo çka ju takon, ai, me të vërtetë, i sheh të gjitha çka punoni ju. Ata që i shtrembërojnë ajetet tona nuk munden kur të na fshihen. Këtu flitet për shtrembërimin e të vërtetës së ajeteve të Allahut, me çfarëdo lloj mënyre qoftë ajo. Mënyrat e shtrembërimit të së vërtetës që sjellin ajetet e Zotit janë të shumta, si për shembull, mohimi dhe refuzimi i plotë i ajeteve, mohimi i përcjellësve tek këtyre ajeteve ose konsiderimi i tyre si gënjeshtar, tjetërsimi i ajeteve, ndryshe nga që janë në realitet, shpjegimi i tyre me kuptime që Zoti kur nuk ka dashur apo synuar prej tyre. Të gjithë ata që cënojnë ajetet e tij në këto mënyra, Allahu i madhruar i kërcënon duke u kujtuar se ata nuk mund të fshihen kur atij. Ai është mbikëqyrësi i përhershëm i tyre, i cili u di dhe u sheh të jashtmen dhe të brendshmën. Le ta dinë ata se ai do t'i shpagojë me drejtësi për cënimin e ajeteve të tij dhe për çdo gjë tjetër që kanë bërë. Si mendoni, a është më i mirë ai që hidhet në zjarr apo ai që në ditën e gjykimit vjen i sigurt? Ai janë një lloj ata që do të hidhen në zjarr, siç janë cënuesit e ajeteve të Zotit, me ata që në ditën e gjykimit do të vinë të sigurt nga ndëshkimi i Zotit, duke merituar shpërblimin dhe begatitë e tij. Sigurisht që dihet se cila është përgjigjja. Me te, Allahu i madhruar i paralajmëron robërit duke u thënë: veproni si të dëshironi, bëni si të dëshironi, ose ndiqni rrugën e drejtë, e cila ju çon në kënaqësinë e Allahut dhe të xhenetit të tij, ose ndiqni rrugën e mashtrimit, që ju çon në zemërimin e Allahut dhe në ndeshkim. Por gjithmonë kujtoni një të vërtetë të përhershme, por ta dini se ai shikon gjithçka që ju bëni. Allahu shikon dhe di gjithçka që ju veproni dhe synoni, dhe për këtë do t'ju shpërblej me drejtësinë dhe bamirësinë e tij, secilën sipas veprave të veta. Pastaj i lartësuari thotë: me të vërtetë, ata që e kanë marrë këshillën Kur'anin, kur ka ardhur atyre do të dënohen. Me të vërtetë, ai Kur'ani është libri i madhërueshëm. Ata që e mohojnë mesazhin Kur'anin, kur ai u vjen, do të dënohen rënd. Mesazhi është Kur'ani, kështu e ka quajtur Allahu i madhruar. Kur'ani është një libër e një mesazh që u kujton dhe u mëson njerëzve çdo të mirë në lidhje me fen, dynjan dhe ahiretin e tyre. Ai e lehtëson çdo që pason dhe zbaton udhëzimet dhe dritën e tij. Sjellja e Kur'anit është mirësi dhe begati e madhe nga Zoti. Atë përcolli tek ne më i miri i krijesave të Zotit, Muhamedi Asa. Ai është vërtet një libër madhështor. Kur'ani është një libër me cilësi të mrekullueshme. Ai është i pacendueshëm, i ruajtur nga çdo mundësi tjetërsimi e ndryshimi. Për të përforcuar këtë fakt, i lartësuari thot më tej, të cilët nuk mund t'i vjegë gënjeshtra nga asnjë ran as përpara, as përmbrapa. Kjo është shpalja prej të gjithdijshmit, të falëndëruarit. Atij Kur'anit nuk mund t'i atribuohet e pavërteta nga asnjë anë.
Kuranit nuk mund t'i afrohen shejtanët, njerëz apo gjini qofshin ata, për t'i hequr apo për t'i shtuar diçka që s'është e tij. Ai nuk mund të tjetërsohet dhe ndryshohet. Kurani është i sigurt dhe i ruajtur si në aspektin e tekstit, edhe në kuptimet që përcjell. Allahu që e shpalli këtë Kurani ka premtuar, ne e shpallëm Kuranin dhe ne jemi mbrojtës të tij. Hijë 9. Dhe, vërtet, ai e ka ruajtur tekstin e këtij libri nga ndryshimet e tjetërsimet, ashtu siç ka ruajtur kuptimet dhe shpjegimet e tij nëpërmjet traditës dhe sunetit të profetit Muhammed. Kështu është përcjell ky Kurani nga zanafilla e tij, brez pas brezi, nën kujdesin e të Madhërisht. Ai është shpallje prej të urtit të ladhëruarit. Ai që e shpalli dhe ruan këtë Kurani është hakim i urtë. Ai është i urtë si në krijimin, ashtu edhe në ligjin e urdhrat e tij. Çdo gjë që Allahu ka krijuar dhe çdo ligj që ka vendosur është në vendin e vet. Allahu është Hamid, i lavdëruar për të gjithë ato cilësitë e mrekullueshme dhe atributet të shkëlqyera për drejtsinë dhe bamirësinë e tij. Ai është Allahu i vetëm e absolut dhe e tillë është edhe fjala e tij, Kurani madhështor. Kurani është fjala e Allahut, prandaj është i mbushur me urtësi të plotë. Nëpërmjet tij arrihet çdo mirësi dhe begati, e largohet çdo e keqe dhe fatkeqësi. Fjala e tij është mirësia më e madhe për krijesat, për të cilën ai duhet të lavdërohet e falenderohet. Nuk të thuhet ju Muhamedi asgjë përposa asaj që u është thënë pejgamberëve para teje. Me të vërtetë, Zoti yt edhe fal shumë, por edhe dënon dhëmshëm. Ty nuk po të thuhet gjë tjetër, veç asaj që u është thënë të dërguarve para teje. Kuptimi: fjalët që drejtohen në adresën tënde, o i dërguar, nga ana atyre që e mohojnë shpalljen hyjnore, janë të njëjta me shpifjet dhe fyerjet që u janë bërë të gjithë të dërguarve të Zotit. Është e çuditshme se të gjithë popujt jo besimtar dhe refuzues të së vërtetës i kanë trajtuar një lloj të gjithë të dërguarit, të cilët i ftonin për të qenë të sinqertë në adhurimin e një Zotit të vet. Ata i përgjigjen kësaj ftese të mrekullueshme me mënyrën më të shëmtuar. Shpesh ata thonin, ju jeni veç se njerëz si ne dhe Allahu nuk dërgon asnjë lloj shpalljeje. Ju jeni veç se gënjeshtar. Jasin 15. Ndërsa herë të tjera, ata u kërkonin profetëve shenja dhe argumente të panevojshme, thjesht për të justifikuar refuzimin e tyre. Zemrat e tyre ishin të mbushura me mosbesim, prandaj ashtu ishin edhe fjalët e tyre. Megjithatë, të gjithë profetët bën durim kundrejt mundimeve dhe mohimeve, e kështu duhet të bënte durim edhe profeti Muhammed në rrugën e Zotit, në ftesën që u bënte njerëzve. Në vijim, Allahu i lartësuar fton në pendim dhe në çdo gjë që mundson faljen dhe mëshirën e tij. Ai, gjithashtu, kërcënon jo besimtarët që të mos vazhdojnë në rrugën e humbjes, duke thënë, me të vërtetë Zoti yt është falës i madh, por edhe ndëshkimin e ka të dëmshëm. Allahu është falës i madh. Me faljen e tij të madhe, ai u afshën gjinohet atyre që pendohen dhe ndalen nga gjinohet. Por, nga ana tjetër, edhe ndëshkimi i tij është i rreptë për ata që vazhdojnë në gjinohet dhe tregojnë kryeneq. Sikur ta kishin shpallur Kuranin e gjuhë të huaj, ata do të thonin, të ishin ajetet e shpallura të kuptueshme. Vallë, a Kurani të jetë në gjuhën jo arabe, e pejgamberit të jetë arab. Thuaj, ai, për besimtarët është udhërfyes dhe ilaç. Dhe, ata që nuk besojnë, kanë pengesa në vesh janë të shurur dhe ai Kurani, për ta është verbëri ata janë të verbër, thuaj se thirrën prej vendeve të largëta. Sikur ta kishin shpallur Kuranin në një gjuhë të huaj, e jo në arabisht, ata do të thoshin, përse nuk janë të kuptueshme ajetet e tij. Përse, vallë, ai është në gjuhë të huaj, ndërkohë që ai është arab. Për çuditë se Allahu i lartësuar na flet për mirësinë dhe bujarinë e tij, kur i shpalli Kuranin në arabisht një profeti arab, domethënë me gjuhën e popullit të tij, me qëllim që ai t'ua përcjellte sa më qartë fjalët dhe kuptimet e këtij libri. Ky fakt duhet t'i bëjë njerëzit që të përkujdesen më shumë për këtë shpallje dhe t'i japin më shumë rëndësi asaj. Ata duhet që të nështrohen dhe ta zbatojnë atë. Nëse Allahu i madhruar do ta shpallte Kuranin në një tjetër gjuhë, gënjeshtarët dhe refuzuesit e profetëve do të thonin, përse nuk janë të kuptueshme ajetet e tij. Ata do të thoshin gjithashtu, si është e mundur? Për çuditë se profeti arab, ndërsa libri i tij me gjuhë tjetër. Për çuditë se por kjo nuk mund të ndodhte, prandaj i madhruar i hedh poshtë çdo pretendim të mohuese, duke e përshkruar Kuranin me cilësitë e larta, që ja bëjnë të detyrueshme në shtrimin ndaj mesimeve të tij. Por, gjithsesi, ata që përfitojnë dhe lartësohen nëpërmjet Kuranit janë besimtarët, të cilëve Zoti u ka dhënë sukses dhe i ka ndihmuar që të kuptojnë të vërtetën me dritën e besimit që u ka dhuruar. Ndërsa mospërfillësit e shpalljes dhe refuzuesit e profetëve, ndryshe nga besimtarët, janë të shurët ndaj mesimeve dhe udhëzimeve të tij. I lartësuari thotë, thuaju, ai, për besimtarët, është udhëzim e shërim. Kurani i udhëzon besimtarët në rrugën e drejtë dhe u mëson dituritë të dobishme, përmes të cilave ata ndriçohen dhe ecin të sigurt drejt Zotit dhe xhenetit. Në Kurani, ata gjejnë shërimin e shpirtit dhe të trupit të tyre nga çdo sëmundje.
Kurani i edukon ata që të ndalen nga çdo veç i urrët dhe vepër e shëmtuar. Ai nxit dhe u jep forcë që të pendohen sinqerisht, që tu pastrohen të gjitha gjinohat dhe tu shërohen zemrat. Ndërsa nga ana tjetër qëndrojnë të humburit, ndërsa ata që nuk besojnë i kanë veshët të shrodhuar dhe për ta ai është verbëri. Ata që nuk e besojnë Kuranin, që është prej Zotit, janë të shurën nga mësimet dhe udhëzimi që ai ofron dhe i kanë kthyer tërësisht shpinën atij. Ata nuk arrin që nëpërmjet Kuranit të shohin udhën e drejtë. Ata zhyten edhe me thellë në humbjen e tyre, duke e shtuar verbërinë që u ka zënë syt. Këta janë një lloj si të thirrën prej një vendi të largët. Ata thirrën për të besuar të vërtetën, por nuk përgjigjen. Ata janë sikur i thërret dikush nga një vend shumë i largët, ku as ri i thirrësit nuk dëgjohet dhe as përgjigjja nuk është e mundur. Kuptoje se ata të cilët nuk e besojnë Kuranin si një shpallje të Zotit, nuk mund të përfitojnë nga udhëzimi dhe drita e tij. Ata nuk mund të ndriçohen dhe as të arrijnë të lumturohen me mrekullitë dhe begatitë e Kuranit. Janë ata vetë që janë mbyllën vetes portat e udhëzimit, duke i kthyer shpinën kësaj shpalljeje dhe duke i refuzuar atë pa i dhënë as hakun me të vogël. Dhe ne, me të vërtetë, ja kemi dhënë Musait librin, e ata janë përçarë në të, dhe sikur të mos ishte fjala e Zotit të në thënë më parë, atyre do t'u gjykojmë më njëherë në këtë jetë. Me të vërtetë, ata mohuesit dyshojnë thellë në këtë libër. Ne i dham edhe Musait një libër për të cilin pati kundërshtime. Kuptimi, ashtu sikur se të dham ty një libër, ashtu i dham edhe Musait, por njerëzit vepruan me të ashtu sikur se vepruan me ty. Ata u kundërshtuan mes tyre rreth shpalljes së Zotit. Prej tyre pati që e besuan shpalljen e Zotit dhe kjo u bëri dobi dhe u uzuan. Por pati shumë që e refuzuan dhe kështu ajo nuk u bëri dobi. Sikur të mos ishte vendimi i Zotit tënd i vendosur më parë, gjykimi ndaj tyre do të kryej më njëherë. Me butësinë dhe mëshirën e tij, Allahu i lartësuar u la afat atyre. Sikur të mos ishte vendimi i tij për vonimin e ndëshkimit të ditës së gjykimit deri në afatin e përcaktuar, pa e shpejtuar dhe pa e vonuar atë, çështja e këtyre të mirëve do të kishte përfunduar. Me të bërë dallimi mes besimtarëve dhe mohuesve, këta të fundit do të ndeshkoheshin më njëherë, sepse kanë plotësuar kushtin, duke mohuar dhe refuzuar shpalljen e Zotit për ta bërë të detyrueshëm dëshkimi. Me të vërtetë, ata janë në një dyshim të thellë rreth tij. Kuptimi, dëshimet e tyre janë të thella e të mëdha, prandaj mohojnë. Kush bën mirë, bën për dobit e vet, e kush punon keq, punon në dëm të vet. Zoti yt nuk u bën zullum robërve të vet. Kush bën mirë për veten e vet, e kush bën keq, ai vepron kundër vetes së vet. Vepër e mirë është ajo që Zoti dhe profeti i tij e kanë porositur dhe udhëruar. Pra, çdo kush që bën një vepër të tillë do të marrë shpërblimin për të në dynja dhe në ahiret. Po kështu, çdo kush që bën një punë të keqe, ai dëmton vetveten me të dhe bën të meritueshëm dëshkimin e tij në dynja dhe në ahiret. Sigurisht, ky ajet është një nxitje për të kryer veprat e mira dhe për të u larguar nga të keqijat. Gjithashtu, ai tregon se veprat e mira janë dobipruese dhe lumturuese për atë që i bën, ndërsa veprat e keqija janë dëpruese dhe dëshpëruese për atë që i bën. Dobia dhe dëmi veprave të robit shfaqet si në dynja edhe në ahiret. Përveç kësaj, ajeti tregon se askush nuk mban përgjegjësinë e tjetrit. Zoti yt nuk u bën padrejtë robërve. Askush nuk do të merret në përgjegjësi për gjunohet e të tjerëve, ashtu si nuk do t'i llogaritet me shumë gjunohe se sa ka bërë. Vetëm Perëndia është i dishëm kur do të ndodhë çasti i Kiametit. Kur farfruti nuk mund të dalë prej kupës së lules, as femra nuk mund të mbetet shtatzën, as të lind pa dijeninë e tij. Atë ditë kur ai thërret te dhujtarët, ku janë shokët e mi, që mi përshkruanit mua? Ata përgjigjen, na të lajmërojnë ty se prej nesh nuk asnjë dëshmitar për ta se janë shokët e tu. Vetëm tek ai është ditëria për orën e Kiametit. Ky ajet na mëson rreth ditërisë së gjerë të Allahut të Madhërisëm. Ai është i vetmi që di të fshehtat, siç është, për shembull, koha kur do të ndodhë Kiameti. Të gjitha krijesat, kur flasin për Kiametin, nuk mund të japin kohën e tij, por thonë se atë di veç Zoti. As profetët, as melekët, as kush tjetër nuk di gjë për këtë ngjarje të madhe. Asnjë fryt nuk del prej lëvozhës së vet. Allahu i lartësuar di për çdo fryt që del nga sy i tij, nga çdo lloj bime që ai ka krijuar. Detyria e tij rreth çdo gjë është e plotë dhe e imtësishme dhe asnjë femër nuk mbetet shtatzan e as nuk lind pa dijen e tij. Çdo kafshë, çdo krijesë që bart është në detyrinë e Zotit. Qoftë mbarsja, qoftë lindja e krijesave ndodh me dijen e Zotit. Ai di në imtësi për të dhe për gjithçka tjetër në dynja dhe ahiret. Atëherë, si është e mundur që i dhujtarët përzgjedhin zotat e tjerë për t'i barazuar me Allahun e gjithditër e të gjithfuqishëm? Pi çuditë se si mundën të barazojnë i dhujt pa dije dhe të verbër me Allahun e lartësuar, që di dhe sheh gjithçka. Për ta shfaqur qartë refuzimin e padrejtë të idhujtarëve ndaj të vërtetës dhe për të treguar dëshpërimin e tyre ditën e Kiametit, Allahu i lartësuar thot, ditën kur ai t'i tharras njerëzit e tu thot, ku janë ata që i konsideronit si ortakët e mi?
Kuptimi, ku janë idhujt tuaj, për të cilët pretendoni se janë ortakët e Allahut. Ku janë ata të cilët i adhuronit, madje prej tyre ju kundërvjeshit edhe profetëve. Ata do thonë, ne të kemi njohur vetëm ty, e nuk ndonjë që dëshmon se ke shok. Ata do thonë, ne tashmë të pranojmë vetëm ty. Askush prej nesh nuk beson me në hyjnin e atyre idhujve të kot. Ne e mohojmë adhurimin ton të kot, që ua përkushtonim idhujve dhe distancohemi nga ky krim. Unë bëm prej tyre ata që i adhuronin me parë, dhe ata tani e din se nuk ka strehim për ta. Kështu zhduken ata që adhuroheshin me parë. Çdo gjë që ata kanë adhuruar veç Allahut do të zhduket. Çdo besëm për hir të secilit kanë harxhuar jetën e tyre do të zhduket. Çdo gjë që kanë adhuruar veç Allahut dhe mendonin se do t'u sillte dobi apo do të juante, do të zhduket sikur të mos kishte ekzistuar kur. Kështu do të dështojnë përpjekjet e tyre, do të shuhen shpresat dhe ëndrat e tyre. Idhujt e tyre nuk do t'u vlejnë për asgjë. Në këto momente e ata binden se nuk kanë me shpëtim. Për ta nuk ka mendime sa po shpëtimtar, nuk ka me stre, ku mund të futen e të mbrohen. Ky do të jetë përfundimi për ata që adhurojnë diçka tjetër veç Zotit. Allahu i lartësuar i sjell këto paralajmërime që robërit e ruhen nga idhujtaria dhe t'i përkushtohen vetëm atij. Njeriu nuk mërzitet kur duke kërkuar të mirën te Perëndia, e nëse e godet e keqja, ai menjëherë bie në dëshpërim dhe humbë shpresën. Këto ajete na zbulojnë natyrën e njeriut që është i paduruar, i pashëndrueshëm dhe i dobët. Ai është i paduruar qoftë në kryerjen e veprave të mira, qoftë në largimin nga të këqijat. Kjo është natyra e njerëzve në përgjithësi, përveç atyre që Zoti i nxjerr nga kjo gjendje për të plotësuar me besim dhe punë të mira. Njeriu nuk lodhet se luturi për mirë. Njeriu nuk resht asnjëherë se luturi për kërkesat e synimet e tij. Ai gjithmonë e lut Allahun për pasuri, mal, fëmijë e bukuritë e tjera të kësaj dynjaje. Ai punon dhe shpenzon të gjithë energjitë e veta për t'i arritur këtyre synimeve dhe gjithmonë është i pakënaqur sado që të arrijë, pak apo shumë. Sado e madhe të jetë pasuria e dynjas që ai zotëron, gjithmonë do të kërkojë shtesë për kurat e godet e keqja, ai ligështohet shumë dhe humbe shpresën. Por kur goditet nga ndonjë e keqe, si sëmundje, varfëriet, ai e humbet shpresën nga mëshira e Zotit dhe mendon se i ka ardhur fundi, duke e lëshuar veten e duke hequr dorë nga përpjekjet. Kështu janë njerëzit në përgjithësi, përveç atyre që besojnë dhe bëjnë veprat e mira. Ata, nëse u vijnë të mira dhe gjëra që i duan, falenderojnë Allahun, madje druan se mos ndoshta këto mirësi bëhen gradualisht shkak për t'u kënaqur me këtë dynja dhe për të gjetur prejen e të. Ndërsa kur i godet ndonjë sprov në veten, pasuritë apo fëmijët e tyre, ata bëjnë durim, shpresojnë mëshirën dhe çlirimin nga Zoti i tyre dhe kur nuk e lëshojnë veten. Pastaj i lartësuari thotë: nëse japim atij njeriu që ta shijojë mëshirën tonë, pas një fatkeqësie që e ka goditur atë, ai me siguri do të thotë, këtë meritoj dhe unë nuk besoj se do të ndodhë çasti dita e Kiametit, e nëse kthehem te Zoti im, tek ai më takon e mira e madhe. Me të vërtetë, ne do t'i lajmërojmë mohuesit për atë që kanë punuar dhe do t'u japim ta shijojnë dënimin e rënd. Nëse pas të këqijave që e godasin, ne i dhurojmë mëshirë nga ana jon, kur njeriu të padurueshëm, i cili lutet pa pushim vetëm për të mira, Allahu i lartësuar i dhuron të mira ose mëshiron duke ia larguar të keqijat, ai nuk e falenderon Allahun e lartësuar, por tregon mospërfilje dhe i kalon kufit, duke thënë, ai pa drejtësisht thot, këtë ka merituar vet. Kuptimi, kjo e mirë më erdhi sepse unë e meritoj atë. E kujt tjetër, veç meje, duhet t'i jep e kjo e mirë. Për çudit se kështu bëjnë mosmirënjohësit. Nuk besoj se do të ndodhë ndonjëherë Kiameti. Ky është, së pari, mohimi i ditës së gjykimit nga ana e tij, pastaj është mosmirënjohje për mëshirën dhe mirësitë që Zoti i ka dhuruar. Por edhe sikur të kthehem te Zoti im, sigurisht që ai do të më jap mua më shumë të mira. Kuptimi, edhe nëse e pranojmë se ringjallja është e vërtetë dhe unë dal para Zotit tim, atëherë sigurisht që kam për të gjetur sërish të mira. Ashtu sikurse po kënaqem me të gjitha këto mirësi në dynja, po ashtu do t'i kem edhe në ahiret. Këto fjalë janë tregues të patërpësisë dhe i guximit të tyre për të folur rreth Zotit pa dije. Prandaj i madhruar i kërcënon, duke thënë, po ne, patjetër, do t'ua tregoj mohuesve se çfarë kanë bërë dhe do t'u japim të vuaj një ndëshkim të rënd. Allahu i madhruar e përshkrua ndëshkimin e tyre si galidh, pra, shumë të ashpër. Kur njeriu t'i dhurojmë dhuntit tona, ai shmanget dhe largohet me një anë nga të adhuruarit neve, e kur ta godet e keqja, atëherë ai lutet gjerë dhe gjatë. Kur ne e begatojmë njeriu, ai nuk falenderon, por kthen shpinën. Allahu i madhruar e begaton njeriu me shëndet të mirë, me furnizim të bollshëm me shumë mirësitë të tjera, kurse ai kthen shpinën Allahut dhe mirënjohjes ndaj tij. Madje, Allahu i madhruar thotë, unë e abijani bie, që, fjali për fjalë, do të thotë, kthen shpinën me arrogancë vetë kënaqësi. Por kur e godet e keqja, ai përulet dhe lutet shumë. Por kur e godet sëmundja, s'ka më japë ndonjë sprov tjetër, njeriu lutet e përgjerohet gjatë për shkak të padurimit të tij.
Ai është i padurueshëm gjatë vështirësie dhe mosmirënjohës gjatë mirësive, ndryshe nga ata që Zoti i ka udhëzuar dhe i ka privilegjuar. Thuaj ju atyre o Muhamedi, apo shihni? Nëse ai Kurani është prej Perëndis e ju nuk e besuat, kush është në humbje më të madhe se ai që është në kundërshtim larg së vërtetës. Thuaj, më tregoni. Nëse Kurani është vërtet prej Allahut, por ju e mohoni atë, atëherë kush është në humbje më të madhe se ata që janë në kundërshtim të hapur me të? Thuaj atyre që e mohojnë Kuranin dhe që nxitojnë të mohojnë Zotin, profetët dhe shpaljet e tij, më tregoni. Nëse ky Kurani është shpalja e Allahut e lartësuar, gjë për të cilën nuk ka asnjë dyshim dhe ju gjeni që ta mohoni atë, atëherë a nuk është ky tregues i qartë për humbjen e thellë ku keni rënë? Pe çuditse pa dyshim, kjo është shprehje e mohimit dhe armiqësisë ndaj Allahut dhe profetit, sepse ju keni devijuar nga e vërteta pasi ajo ju është bërë plotësisht e qartë. Ju e keni braktisur shpaljen e Zotit jo për shkak se sinoni të vërtetën dhe të drejtën, ashtu siç pretendoni, por për hir të sekutët dhe ignorancës. Prandaj, me këtë veprim, meritoni të jeni njerëzit më të humbur, më të devijuar dhe më të padrejtë. Na, atyre, do të dëftojmë argumentet tona në hapësira toksore e qiellore, si dhe të vetë ata, derisa të bëhet plotësisht e qartë, se ai Kurani është i vërtetë. Vallë, a nuk të mjafton ty që Zoti yt është me të vërtetë dëshmuesi çdo gjëje? Pe çuditse. Ne do t'ua bëjmë atyre të mundshme që t'i shohin shenjat tona në horizont dhe në veten e tyre, derisa të bëhet e qartë se ai Kurani është i vërtetë. Kuptimi, nëse pretendoni se keni dyshime për saktësinë e kësaj shpaljeje, atëherë dijeni se Allahu i lartësuar ka për t'ju bërë të shihni shenjat e tij në gjithësi, në qiell dhe në tokë, ose në ngjarjet madhështore, të cilat i japin dritë kujt që kërkon ta shohë të vërtetën. Gjithashtu, Allahu ju ka sjellë shenja e fakte edhe në vetët tuaja. Çdo kush mund të shohë të vetja çuditë e krijimit të Allahut të madhruar, që të bindet për madhështinë dhe fuqinë e tij. Nga ana tjetër, duke parë ndëshkimet me të cilat ai ka goditur mohuesit e të vërtetës, si dhe suksesin e mirësitë që u ka dhuruar besim parave, ju do të bindeni se Kurani dhe gjithçka që ai përmban është e vërteta e sigurt nga Zoti i madhruar. Allahu i lartësuar u ka dhënë gjithmonë shenja dhe argumente të shumta adhuruesve të tij, nëpërmjet të cilave u jepet siguri e plotë se Kurani është i vërtetë nga Zoti. Allahu i lartësuar është i vetmi që jep dritën e imanit. Ai udhëzon atë që ai dëshiron me mëshirën dhe bujarinë e tij, dhe e lej jashtë rrugës atë që ai dëshiron me drejtsinë dhe urtësinë e tij. A nuk mjafton që Zoti yt është dëshmues për çdo gjë? Kuptimi, a nuk mjafton atyre që të binden se Kurani është i vërtetë dhe se njeriu që e përcolli atë është besnik, fakti që vetë Allahu dëshmon për një gjë të tillë. Vetë Allahu i madhruar dëshmon për vërtetësinë e profetit Asa dhe të Kuranit dhe dihet se Allahu është dëshmuesi i vërtetë. Përveç kësaj, për të provuar vërtetësinë e Kuranit dhe besnikërinë e Muhamedit Asa, Allahu i lartësuar e ndihmoi dhe i dhuroi atij fitoren e botë. Kjo qenë një shenjë e fortë dhe dëshmi e gjallë dhe e prekshme për ata që meditojnë pak në historinë e profetit dhe të kësaj feje madhështore. Ata, me siguri, dyshojnë në takimin me Zotin e tyre. Dini se ai Perëndia i përfshin të gjitha gjërat me fuqi dhe dieni. Vërtet, ata janë e dyshim për takimin me Zotin e tyre, ata janë të pasigurt për ringjalljen dhe për llogarinë në ditën e gjykimit. Për sytë e tyre ekziston vetë jeta e kësaj bote, prandaj ata nuk punojnë as pak për ahiretin dhe nuk i kushtojnë fare rëndësi atij. Por të mos harrojnë, por le ta dinë se pushteti i tij përfshin gjithçka. Allahu i madhërisht përfshin gjithçka me dijen, pushtetin dhe krenarinë e tij. Askush nuk del jashtë kësaj diturie dhe askush nuk mund të shmanget pushtetit e fuqiplotit. Këtu përfundon edhe tefsiri i surës Fusilet me mirësinë e Allahut të lartësuar.